Dhe lajmi I fundit më 27 shkurt 1879, shqiptarët e Stambollit boton alfabetaren e parë të gjuhës shqipe. Figura që shihni paraqet faqen e parë të alfabetares së gjuhës shqipe, të artuar nga Naum Vidkutçari në një nga tekstet e rëndësishme të periudhës së rinjalljes kombëtare, ku abetaria lidhet me të ashtu quajturën abetaria e Stambollit, e cila luajti një rol kyç në përpjekjet e standardizimit të shkrimit shqip, qysh në fillim të shekullit të 19, botuar në Konstantinopol në 1879. Kjo alfabetare ishte pjesë e lëvizjes kuldorore dhe arsimore që synonte unifikimin e alfabetit shqip. Në atë kohë gjuha shqipe shkruhej me disa alfabete të ndryshme, arab, grek dhe latin, gjë që krijonte vështirësi në përhapjen e arsimit dhe botimeve në gjuhën anëtare. Alfabeti I Stambollit, I artuar nga intelektualët shqiptar, përfaqësonte një përpjekje serioze për të krijuar një sistem të përbashkët shkrimi me bazë kryesisht atë latine.